dashuria e babait tënd ishte e qetë. Nuk vinte me fjalime të mëdha apo gjeste dramatike. Ajo vinte në mëngjese të hershme dhe net të vona, në çizme të vjetra dhe duar të forta nga puna, në faturat e paguara në kohë dhe problemet e zgjidhura, para se ti të dije që ato ekzistonin fare. Ai hoqi dorë nga ëndra që ti kur s'do t'i dëgjosh. Refuzoi mundësi që ti të mos kishe pse ta bëje. Mbajti peshën e gjithë familjes mbi shpinë, dhe, disi, e bëri të dukej e lehtë. Ti mendon se ai është mirë sepse nuk ankohet kur, por pikërisht kjo është arsyeja. Ai nuk donte që ti ta shihje përpjekjen, nuk donte që ti të shqetësoheshe. Ai thjesht donte që ti të jetoje më lehtë se ai. Gjithçka që ndërtoi, gjithçka që dha, ishte për ty. Dhe një ditë, kur vendi në tavolinë të jetë bosh, kur zëri që kur se dëgjove me kujdes, të bëhet kujtim, do të doje të kishe edhe një shans tjetër. Ti thuash se e sheh, ti thuash faleminderit, para se heshtja të kthehet në kujtim.